Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ja cila ishte kërkesa e fundit e Shpat Kasapit para vdekjes. Big Mama ka qenë në një lidhje të drejtpërdrejtë në një emision, ku me lot në sy ka kujtuar momentet me artistin e ndjerë Shpat Kasapi. Big Mama u shpreh se me Shpatin njiheshin që prej vitit 97 dhe kanë qenë një gjenerat. Gjithashtu, ajo zbuloi edhe kërkesën e fundit të tij, ku gjatë një regjistrimi të një programi festiv i ka thënë që të këndojë Sajzeza së bashku. Të gjitha fotot i ka duke qeshur, ai ishte një njeri pozitiv. Kërkesa e fundit që ai më ka bërë është të këndojmë së bashku këngën Sajzeza, dhe unë do t'ja plotësoj këtë në momentin më të parë, u shpreh ajo me lot në sy.